Mik i dashur, nderuar motër, dëgjo këtë histori, beso se të përfitojsh ty bashkë me mua. Një djalosh që quheshte Ziad, dëshiron të të përcjell se çka do të thonë shoqëri dhe miqësi e ngushtë. Ai ishte djali një prej pasanikut të një qytetit në largësi diku. Ata kishin disa shitore të arit dhe të argjendit dhe nuk njihnin fukarallëk me sy. Të tillët vazhduan të jetojnë në kënaqësi dhe paksa kishin disa miq dhe shok dhe farefis. Në moment vdes i ati i tij dhe gjithçka shkon mbrapsht. Mbyllen dyqanet, plaçkitën dyqanet, kush ka mund të shkep prej tyre dhe tërheq prej tyre dhe e bëri. Ziadi mbet një jetim, tashmë edhe i varfër. Vazhdoi të trokas në dyert e disa prej akrabave dhe miqve dhe jaranëve të babas së tij, nuk u përgjigj kush. Atëherë shkoi mendja se babai nuk kishte shumë jarana, kishte vetëm një, edhe ai ishte Amiri. Shkoi te dera e Amirit për me kërkuar paksa një mbështetje. Ai nuk ja hapi derën fare. Aq shumë u shtyp dhe aq shumë u brengos Ziadi sa që u mbyll në shtëpinë e tij me ditë të tëra nuk dilte fare në publik. Pa pritmas i erdhën 3 tregtar i ranë derës dhe thanë: "A jeti Ziadi, i biri i filanit që ka pas një shitore dhe më shumë shitore këtu në qytet apo?" Thanë: "Ne i kemi pasur babaut tënd disa lloj borxhe. Një prej borxheve kemi pasur disa pjesë të arit të pagdhendura. Dhe këte e kemi sjellur, t'ja kthejmë prap, kemi dëgjuar se ka vdekur, por obligimi është obligim, ja urdhno disa copë të arit të papërpunuara." U habit Ziadi dhe u gëzua pa mas. Dhe po i mban aty dhe po shkon prej njëri dyqan në tjetrin që t'i shes, por ata ishin të papërpunuara dhe nuk e merrte kush për shitje. Derisa ju paraqit një plak te dera e Ziadit dhe tha: "Kam dëgjuar se i ke 3 pjesë të arit të papërpunuar dhe mua ata më interesojnë mua, por unë jam me plak e mbetur dhe nuk kam shumë para për të t'i paguar. Pra, secilën prej saj mund të paguaj vetëm një gjysmë të çmimit të tregut. U kënaq pa mas, merri të lutem dhe ma kthe një pasuri sa t'i hap syt." I dha një pasuri që Ziadi ishte ashtu edhe i trajnuar për shitblerje dhe tregti nga babai i tij. Dhe doli në treg me atë pasuri dhe e kaloi pasurinë e babaut të tij brenda disa viteve të shkurtëra. Dhe ende më interesante, filloi të shkruaj letër atyre jaranave të babait të tyre, duke i thënë: "Amir, kur nuk kam menduar që një Amir do të dalej pa besë, që haje dhe pije me babaun tim dhe ja ktheve shpinën djalit të tij." Amiri posa e morë këtë letër dhe ju përgjigj me një poezi, duke i thënë: "Djali mirë dhe djali mençur. Ata tregtar të cilët e erdhën të shtëpia yte dhe të sollën disa copë të arit, ata ishin tregtar të mi. Dhe ajo plak që erdhi ti bleu ata copë të arit, ajo ishte nana ime. Por ato të holla që mos të japim dorë dhe të ta turprojmë ti qenjen tënde dhe të të mposhtim ti duke lip, unë prandaj nuk ta kam qelur derën që ti mos dalish të lipish, po ti të fitosh në një anë tjetër dhe të arish atje ku e ke vendin. Pra jarani i babait tënd jam unë. Gjithë ju të cilët më dëgjoni, bëni ka një jaran dhe ju mjafton për këtë dynja. E botën tjetër e patshim Zotin me vete. Selame për ju ku të që jeni. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.